po fëmija jonë kënë të luta aty edhe i kanë qelë. Si drumi ku lagët nuk vëzë mo. Ku keni qenë këto ditë, derisa ardhë Kallëzopikomi me ju tregu që... Fushat. Po na aty kamerat e kemi. Jemi në Mamush ku na është raportuar për këtë sasi të peletit se është hedhur. Në fakt ne po e shohim se një sasi e peletit nuk është mbuluar dhe ajo është edhe e ekspozuar jashtë qesëve që shënojnë se peshojnë 15 kg. Po ashtu, kjo sasi që është e pambuluar është edhe e lagur nga shiu, ku ne kemi biseduar me qytetarë dhe na kanë treguar se objekti që ndodhet afër sasia peletit ka qenë e qendrës së mjekësisë familjare në Mamush. Gjithashtu, në këtë hapësirë shtrihet edhe parku i Ankaras të Mamushës, ku këtu është edhe një sasi tjetër e peletit e shpërndar në këndin e lojrave të këtij parku. Për me kuptu se sa është çmimi në treg i tonit të peletit, ne kemi me kontaktu me disa kompani. Peletin në Kosovë për fat keq dhe luajnë çmimin çysh po dojnë. Në kompaninë time është 270 për ves. Toni i peletit. Po toni, në treg është 430, 400. Kur ta merr klienti është mirë me shtinë në lojë, domethënë që mos me lak shiu. Mundet me qëndru domethënë jashtë, mundet me ekspozu jashtë. Ajo vetëm u koni izoluar, qëndron sa don. Peleti është që bëhet me presion, domethënë me shtypje. Edhe ajo është e fortë, edhe pse është e fortë ajo ka kalori. Kur lagët normale, si drumi kur lagët nuk vëzë mo. Nëse peleti rruhet në një vend të thatë, domethënë që nuk e ka plagështia, shkurt e shqip, nuk prishet edhe 10 vjetë. Ka qenë ma herë 250 euro, tash për me metit s'ka mu. Ata mu lagë për njerë prishet. Ekipi i Kallëzopikomi ka gjetur 2 sasi tjera të peletit, një në oborin e komunës së Mamushës që ishte mbuluar dhe sipas zyrtarëve të saj i përket administratës së komunës, kurse tjetra që ndodhej brenda një garazhi. Ramadan Mazrek tha se është emëruar që një vit drejtori QKMF-s në Mamush dhe thot se nuk është në dijeni për sasinë e peletit të ekspozuar jashtë objektit të vjetër të QKMF-s, por u paraqet i pa informuar edhe për sasinë e peletit që ndodhet në QKMF-n e re, të cilën zyrtarët e QKMF-s ja treguan ekipit të Kallëzopikomi. Në 2024 është përuru kjo objekt i ri, apo? Po. Atëherë, çka ka ndodhur me sasinë e peletit atje? A nuk jeni informuar? Jo valla. Me çka ngrohet QKMF-ja në Mamush? Që tash me rrymë është, që ky objekt i ri është, nuk është që tash se kemi bë as pelet as drum. Mirë po ne poshtë keni sasi të peletit të mbuluar jashtë, afër objektit të ri. Jo. Objekti i ri s'kemi as pelet as jashtë. E këtu në objektin e ri, a keni kërku sasi të peletit? Që tash unë jo. Tash jo. Prej se jeni drejtor nuk keni kërku, a? Unë jo. Burak Morina, ish drejtori i shëndetësisë që është liruar nga kjo detyrë para zgjedhjeve lokale dhe balotazhit në Mamush në tetor dhe nëntor 2025, nuk ka pranuar të deklarohet në lidhje me sasinë e peletit jashtë ish objektit të QKMF-s. Ju keni qenë drejtori i shëndetësisë, edhe besoj që duheni me qeni informuar se pse ajo sasi e peletit ka qenë jashtë objektit vjetër të QKMF-s. Ja, faleminderit. Ja. Çka jo? Ja, hiç. S'ka nevojë hiç, faleminderit. Pse s'ka nevojë? Nuk po e kuptoj. A jeni ndjeni sepse është ajo sasi e peletit jashtë dhe e pam që është lag një pjesë që nuk është mbuluar. Faleminderit që ke thirrë. Faleminderit. Hadi shihemi. Abdul Hadi Krasniq, kryetari i Mamushës, tregoi se sasia e peletit te objekti i ish QKMF-s është që 3-4 vjet aty dhe se nuk kanë porositur pelet më shumë për shkak se kanë llogaritur që mund ta shfrytëzojnë atë. Krasniq nuk ishte në dijeni se sa është vlera e sasisë së peletit, por sipas tij, një palet pelet duhet të jetë deri 900 kg. Keni parë që është edhe parku aty afër. Ka pas fëmijë aty lutë anena, don nailona që kanë pre marrmenja ose najlonin dili, se na një kohë e kemi mblu, po fëmija jonë kënë të luta aty edhe i kanë qelë. Peleti pastor që është ato kemi me marrë me shfrytëzu ende. Mora vesh që çmimi i 1 tonit në treg pelet është rreth 270-250 euro, i bjen 5 herë 270 euro nëse marrin komplet që janë të dëmtume, është një humbje e buxhetit juaj. Po na aty kamerat e kemi, edhe sa është kamerat inqizune, sa kohë mrapa që ka inqizune aty të kontrollojmë ato edhe nëse është diçka për me marrë masa do të marrim masa.
Për sasinë e peletit të objekti i ri që KMF-s, ai tha se është sasi e re. Ai u pyet edhe për 2 sasi tjera të peletit që ndodheshin në hapësirën e komunës dhe në një garazh. Garazha që KMF-s vjetër, aty ka qenë edhe pajisjet mjekësore për shkak që ka qenë QKMF. Në QKMF deri para 2 javë na kemi pas punëtor ndihmës vetëm 2, që janë kënë për me pastru. Që kjo kanë ajo mungesë e punëtorëve, atëri e kanë bartë ato pajisjet mjekësore në QKMF-n e re. I pari i Mamushës e ka parë edhe një automjet të ndihmës së shpejtë që është e dëmtuar te ish objekti i QKMF-s, të cilën tha se kanë kërkuar të rregullohet në mënyrë që ta shfrytëzojnë. A keni raportuar në polici? Jo, se kemi raportuar se e pa sot ato. Automjetin? Automjetin edhe ato e pa sot. Po. Ku keni qenë këto ditë derisa erdhi Kallëzopikomi me ju tregu që Fushat. Apo mendoni që kjo është arsye tem? Në rrethin të komunës, në afërsi të komunës e keni peletin që ju ka ekspozu shiut. Po niko fushat jemi kon punë tjera, tu marrë me ministri, tu marrë me punë të komunës skejt. Unë e thash, kryetarin ashta... Për këta keni një drejtor shëndetësisë? S'ka. Asnjë drejtor nuk kam për momentin,